Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Gjermanët prishin festën e Sali Berishës. Peter Beyer, përfaqësuesi i CDU-s, në një mesazh në distancë për kuvendin e Partisë Demokratike, thotë se ka ardhur koha që kjo parti të ketë kryetar të ri dhe lidership të ri. Beyer, i afërt me Jorida Tabakun, pak vite më parë deklaroi hapur se Sali Berisha ishte non grata politikisht edhe për europianët, por mesazhi i tij në kuvendin e Partisë Demokratike ishte një dhuratë e idhur për Berishën dhe shpresën e tij për një ripërthëritje personale pas rizgjedhjes në 23 maj. Autogol gjerman në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Deputeti i Partisë Qeverisë së djathtë në Gjermani, CDU, Peter Beyer, i ftuar për një video mesazh përshëndetës, rezultoi jo një përshëndetje, por një shuplak për Sali Berishën. Beyer u kërkoi demokratëve dhe Partisë Demokratike të zgjedhin një kryetar të ri, vetëm një javë nga rikonfirmimi i Berishës, ndërsa për vetë doktorin një injorim. Ju keni një kongres shumë të rëndësishëm partijak, merrni vendime të mëdha, zgjidhni një bord të ri, një kryetar të ri, një president të ri. Kam disa ide se kush mund të jetë, por do ta mbaj gojën mbyllur. But I will keep my mouth shut. Enigmë mbetet se kjo ka në mendje për kryetar të ri Peter Beyer, por jo pritshmëritë që kanë gjermanët për të ardhmen e Partisë Demokratike, të cilat sot nuk përputhen me Sali Berishën. You are the most influential. Ju jeni aktualisht partia opozitare më me ndikim dhe më rëndësishme në Shqipëri, dhe pritshmëritë nga unë, nga CDU-ja e Gjermanisë dhe sigurisht nga Evropa dhe pjesa tjetër e botës janë shumë të larta. Nuk ka kohë për konflikte mes jush apo konkurrencë të brendshme, por të gjithë duhet të përqendroheni ashtu si ne në CDU në Gjermani, të një qëllimi vetëm, integrimi në Bashkimin Evropian. Por kush është Peter Beyer, i njëjti që 4 vite më parë, kur vizitonte Tiranën, e konsideronte Sali Berishën një non grata me të cilin partia gjermane CDU nuk ka bashkëpunim. Agendat personale të individëve nuk duhet të luajnë një rol jashtë përgjegjësisë për vendin. Është e qartë se çdo lloj bashkëpunimi me një person non grata, si në nivel kombëtar ashtu dhe ndërkombëtar, është ndaluar që në fillim. Ky është një pozicion i zakonshëm, i padiskutueshëm, që ne e përfaqësojmë rreptësisht në unison me miqtan në SBA. Pas 4 vitesh, Beyer u rikthye në Partinë Demokratike për të takuar Berishën. Në shkallët e selisë e priste Jorida Tabaku, që sipas deputetit gjerman kishte sjell sërish diellin në Partinë Demokratike. Por dielli mbetet gjithmonë dashuria e përkohshme në Gjermani, e derisa dielli të lindë sërish në oborin e Partisë Demokratike, do duhet shumë kohë. Berisha vendosi në këtë kuvend që ripërtëritja të ketë një emër. Arkimed, një mesazh për kuvendin kombëtar. Siç e shikoni, kemi ardhur këtu sot me një mesazh shumë të qartë për rinin, jam këtu, kam marrë iniciativën vet edhe jemi më fuqishëm se kur. Që Edi Rama ndërton qeverinë digjitale, Sali Berisha e ka kaluar opozitën në gjendje analoge. Të shtunën me një proces të pastër për zgjedhje personale, ai emëron udhëheqjen e re pas vetzgjedhjes së tij si kryetari i përjetshëm i Partisë Demokratike. Saliani të premten pasdite zgjodhi të protestojë në rrugë në një rast të rrallë proteste publike të një grupi kundër partisë së vet. Një fabul që të kujton më shumë filmat të dikurshëm të Kino Studios Shqipëria e Re. Ndjekim Andon Kellon. Koncert në vitin 2026, ripërtëritja përballë rilindjes, analogja përballë digjitales, por gjithçka fillon me rrokjen e njëjtë. Ri, Sali Berisha zbuloi logon e re politike të partisë së tij. Në fakt, është ajo që i duhet Partisë Demokratike, ripërtëritje. Problemi është që ripërtëritja është e vetmja gjë që Berisha nuk ofron dot. Hajdeni, jepini! Hunduni! Prej disa ditësh deputetët e tij skifter po hapin tezën se partia duhet të ndryshojë, përveç Sali Berishës. Po kryetari i partisë është zgjedhur. Padyshim që Partia Demokratike duhet të hapet, duhet të reformohet, duhet patjetër që të sjellim figura të reja. Por ndërkohë koha nuk pret. Shqipëria ecën më shpejt se Sali Berisha. Bilet! Zanaçinjes nav zotrinj! Dëgjoni te lallin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se ka sa ban tonë, ka sa i disur 2 zonja.
Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ofe aman aman. Dua të them që ky sukses është i mundur për shkak të mbështetjes së fortë të qytetarëve shqiptarë dhe fal udhëheqjes suaj të fortë. Dhe nëse dikush e kupton që kjo dritare, kjo derë mundësie nuk do të jetë, pra nëse dikush e kupton që kjo derë dritare mundësie nuk mund të jetë e hapur gjithmonë, ky është vendi juaj. Dhe duke kuptuar këtë, ju mund të jeni të suksesshëm. Një ditë e shënuar në rrugën e revolucionit digital dhe transformimit rrënjësor të qeverisjes së vendit përmes teknologjisë. Por ka njerëz në Partinë Demokratike që ende nuk i dorëzohen ides se Partia Demokratike tashmë ka marrë rrugën e doktorit. Një ditë para kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, Saliani tregon forcën në sheshin pak metra larg me demokratët. Flet në shesh, por dëshiron akoma ta dëgjojnë brenda. Po ja ku po ta them, po që se ti nuk e kupton dot. Artistkat kanë ardhur këtu që me mua të qesh tërmi zeqeja. Ta largojmë sa më shpejt të plagun mëre se s'kemi ku të vëmë. Partia Demokratike sot ndodhet përballë një zgjedhje historike. Të vazhdojë rrugën e tkurrjes dhe mbylljes siç e kërkon uzurpatori, apo të hap një kapitull të ri, ringritje, modernizimi dhe fitoreje. Por e vjetra i ka rënë një thellë në Partinë Demokratike. Tani doktorit i shkojnë pas edhe ato pak plankprishës të epokës së fundit liberale të Partisë Demokratike. U shko në kovi? Të bëj sehir, të gjitha tje ikën e va. Sehir? Edhe ti do shkosh të bësh sehir? Jo, po... Edhe ti do dalësh kundra me e mor qafir? Jo, po nori bej desha të theshe që... Lari llafet! A më të thëmë! Si urdhëron. Megjithatë ngelen pak, shumica e demokratëve dukshëm janë të mërzitur me situatën e tyre në vend numër O, ndërkohë që Shqipëria ka nisur koncertin e saj europian. It can be, okay. Thank you. Okay, good. Sa pare do ti aprishi dyzenin edhe atyre? Igor, plakush. Të bleu një makinë të re që ta kishtenen. Ore që ke ta vami lojtur. Nuk talem kurum, ta dish. E kjo nuk mjafton Orbej. Po që kërkon atyre? Hape gohen, fol. Po talët gjithë qyteti me ty, Orbej. Edhe unë nuk dua të bëjmë lëllë si ty. Me të përdal politik... Lojti nga fishiri. Se kam parë kur kështu. S'ka faj shkreti. U bëga si botës. Për herë të parë në 36 vite u tregua Frika Cak sepse ai e njeh situatën në Partinë Demokratike. Koncert në vitin 2026. Historia përsëritet sërish, vetëm se në formë komike. Sali Berisha si Nuri Beu, Metsi Ngjie, Ervin Saliani si nën prefekti Fotaq, era moderne që nuk futet dot në rrobat e vjetra të Partisë Demokratike, por që ende tundohet prej tyre. Kurse Edi Rama, që pas 4 mandatesh dhe shumë mëkatesh, ende u shfaqet shqiptarëve progresist, si Nesti Bënja, dhe në fund, qytetarët që zgjedhin. Shpresa umbi adeu të patafare, ta shpëtosh ti nga kjo nat. Bau i zoti na do që të rosh në jet, armiku t'jepi dat. Nga lezha e beslidhjes shqiptarve, Edi Rama premton se flamurin e Skënderbeu do ta ngrejë në Bashkimin Evropian. Kryesocialisti tha se Partia Socialiste nuk do të lejojë përçarjet që mbolli Partia Demokratike dhe Berisha mes shqiptarve, ashtu siç kanë përçarë shtëpinë e tyre blu. Rama përsëriti një ftesë të qartë për demokratët që refuzojnë Berishën, kur tha se në Partinë Socialiste do të ndihen si në shtëpi. 2 plagosje me thik kanë ndodhur në vend ditën e sotme në Korçë. Njëri u godit për shkak të një borxhi prej 10.000 lekësh në një nga lagjet e qytetit të Korçës. Sipas informacioneve paraprake, ai mori një plag në bark, si dhe u godit edhe me grushta. I riu u transportua në spital ku mjekët bëjnë me dije se ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori është larguar nga vendngjarja dhe po kërkohet nga policia. Ndërkohë një tjetër plagosje me thik u regjistrua në fshatin Golem të Lushnjës. Sipas policisë, gjatë një debati për motive banale, një 17 vjeçar e qelloi 2 herë me thik 40 vjeçarin Luan Sina duke i shkaktuar plag në trup. I plagosuri mori ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mario Çela, vëllai të shumë kërkuarit nga drejtësia Suel Çela dhe Sergej Asampapaj do të mbeten në qeli.
Gjykata e lartë rrezoi kërkesën e tyre për lirim. Dy anëtarët e grupit të Suel Çelës, të ekstraduar disa muaj më parë nga Belgjika, akuzohen për vepra të rënda penale si vrasje, organizat kriminale dhe trafik droge. Sipas SPAK, Sergej Asam Papaj është autori i vrasjes së Bledar Muçës në Belgjik. Një 37 vjeçar që shpërndante drogë përfundoi në pranga paraditën e sotshme në Tiranë. Gjatë kontrollit pas arrestimit, Ksanel Cakës ju gjetën edhe 200 gram kokainë që arrinin vlerën e 7.000 eurove. Sipas burimeve për ABC News, 37 vjeçari ishte në vëzhgim prej një muaj nga agjentët e antidrogës. Caka ishte furnizuesi kryesor me lëndë narkotike, kryesisht kokainë në zonat e 21 dhjetorit, Don Boskos dhe La Prakës. Ka dyshime të forta se drogën e merrte nga Durrësi, pranë zonës së Shkozetit, por vijojnë ende hetimet për të zbuluar dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë rjet. Policia sekuestroi edhe telefonin celular të Ksaniel Cakës për të zbuluar lidhjet e tyre. Në portin e Sarandës ka mbërritur këtë të shtunë kroqera luksoze El Borel, një nga anijet që operon në turizmin elitar. Në bord ndodhen rreth 200 turistë, prej të cilëve 180 janë shtetas francez, ndërsa pjesa tjetër vijnë nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë qëndrimit të tyre, vizitorët po njohin atraksione turistike dhe kulturore të Sarandës dhe zonave përreth. Kroqera me gjatësi 142 metra dhe nën pronësi franceze viziton për herë të parë qytetin e Sarandës. Vizita e saj përbën një moment të rëndësishëm për turizmin lokal, duke sjellë një kategori turistësh me standarde të larta udhëtimi. Sipas programit të lundrimit, kroqera El Borel do të rikthehet sërish në Sarandë në 23 qershor. Partitë shqiptare në Malë të Zi kanë marrë një vendim historik. Në vend është krijuar një forcë re politike që ka si qëllim forcimin e përfaqësimit të shqiptarëve. Bashkë janë bërë 3 parti politike, të cilat nga tuzi lajmëruan krijimin e forumit Shqinvestim për të ardhmen e shqiptarëve në Malë të Zi. 3 parti bashkë në Malë të Zi janë bashkuar në një subjekt të vetëm që synon të forcojë zërin dhe përfaqësimin e shqiptarëve në vend. Vendimi u mor në Tuz ku Alternativa Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptar dhe Lidhja Demokratike Shqiptare shpallën krijimin e Forumit Shqiptar, një forcë re politike që bashkon strukturat dhe vizionin e 3 partive. Kryetari i Alternativës Shqiptare Nik Gjelosha i tha se krijimi i forumit është një investim për të ardhmen e shqiptarëve dhe për rrugën europiane të Malit të Zi. Përfaqësuesit e Forumit Shqiptar në Parlament, në Qeveri, janë ata që janë barç kryesor të procesit të integrimit të shqiptarëve, të integrimit të Malit të Zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afërm do të japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Ai nënvizoi se shqiptarët kanë nevojë për një adresë të vetme dhe të fuqishme politike që të artikulojnë kërkesat dhe interesat e tyre. Shqiptarët kanë nevojë me pa një adresë të fuqishme, siç është Forumi Shqiptar, për me prezantua kërkesat e tyre, sepse kërkesat tona të ndame, të coptuara pa një adresë nuk mund të jenë relevante sikur jemi ne të bashkuar rreth Forumit Shqiptar. Edhe kryetari i Unionit Nacional Shqiptar Ferhat Dinosha si dhe kryetari i Lidhjes Demokratike Shqiptare Ivan Ivanaj e cilësuan bashkimin e 3 partive një moment të rëndësishëm për organizimin politik të shqiptarëve në Malë të Zi. Sipas tyre, ky vendim dëshmon pjekuri politike dhe gatishmëri për të vendosur interesin e përgjithshëm mbi interesat partijake me synim për të forcuar përfaqësimin e shqiptarëve dhe për të ndërtuar një zë më të fuqishëm në institucionet e vendit. Mirë, me mua në program bashkohen Alesia Balliu dhe Ibsen Elezi. Alesia, Ibsen, mirëmbrëma, faleminderit, kënaqësi që jeni drejt për drejt me mua në ABC News. Mirëmbrëma. Alesia, dua që fillimisht këtë komunikim ta nis me ty. Ripërtëritja e Partisë Demokratike sot u duk se mbeti te ndrimi i vajzës Azem Ajdarit me të vëllan dhe gjithashtu të Sali Lushës me djalin e tij Stresi. Nuk e di si e konsideroni ju këtë ripërtëritje të Partisë Demokratike. Çfarë prodhoi për ty kuvendi i sotëm?
Për mua ishte përpëlitja e disa skleverve për të zvendësuar me disa sklever tjerë të Berishës për të dhënë një mesazh dhe për të mashtruar si gjithmonë publikun, por jo për të folur për realitetin aktual ku është Partia Demokratike, për riformatimin e saj apo për ndryshimin e saj. Kështu që në këto kushte pa diskutim nuk pash ndonjë risi, pash vetëm gjuhën e vjetër të Sali Berishës, i cili nga kilometri fundit edhe nga çdo zhargon i përdorur deri më sot ishte i ripërsëritur më saktë nga ai për të dhënë farsën e radhës dhe mashtrimin e radhës te demokratët si uzurpuesi real i Partisë Demokratike. Përballë këtij fakti, Berisha sot harroi të fliste pak edhe për lejet e ndërtimit që ka marrë ortaku i dhëndrit tij për të ndërtuar kulla, ndërkohë që demokratët varfërohen. Ibsen, për ty nuk e di çfarë prodhoi kuvendi i sotëm, çfarë fryme të re sjellin këta emra në Këshillin Kombëtar dhe mbi të gjitha çfarë besimi sjellin te votuesi. Kjo që thatë ju sfundmi që duhet lidhet në kusht me besimin të votuesit, kjo është thelbi edhe të bërit politik. Pra, si një parti arrin të krijoj besimin e votuesve të vet, duke qenë sa më demokratike, sa më transparente, duke qenë sa më e pranueshme për debatet, për zërat kundra, mund të jetosh në një diversitet të tillë, ti arrin edhe grupon një numër sa më të madh njerëzish. Gjë e cila është kjo është ngjarje e hujshme në Partinë Demokratike se nuk ndodh. Ndrysh nga kuvendi, ky është kopja e kuvendit të para 4 vjetëve, por ndrysh nga kuvendi para 4 vjetëve këta nuk dënjun të numëronin as votat, që ishte një akt shumë i turpshëm dhe është një akt kriminal për demokracinë, që mos arrish numërosh votat e antarëve të Këshillit Kombëtar të atyre që zgjedhin, kjo është që ta shkelësh me 2 këmbë demokracinë. Si vjet besoj që do i shpallin, sepse kanë vënë mend nga 4 vjet më para. Po 4 vjet më para këto ishin në një eufori aq të madhe, një eufori falsë tyre. Po unë këtë e kam thënë edhe në kuvendin e 11 dhjetorit, edhe në kuvendin e prillit, që unë nuk kam në i pritshmëri në momentin që nuk ka zëra kundra që flasin. Tash mund t'jenë bërë edhe zëra të tjerë, për shembull është Talesja, është Saljani, mund të ketë edhe zëra të tjerë Ne na ka përjashtuar, nuk na quan më pjesë të Partisë Demokratike, pasi pjesë të saj quan vetëm skleverit e tij dhe për sa kohë skleverit i përgjigjen, ato janë e vetmja Parti Demokratike e cila nuk guxon të thotë mendimin ndryshe ndaj faraonit dhe këtu do të thoja një shprehje se nëse ma lejon se jemi dhe në Skype, egjiptiane që faraonëve dhe në varr i shërbenin shërbëtorët e tyre, dhe rasti Sali Berishës sot. Jo, ajo që duhet të them është kjo që unë nuk kam në pritshmëri më në një mjedis ku mendimi ndryshe ose domthon kuraja e disa individëve është e vrarë është ka kohë e vrarë, kuraja në disa individëve për t'i thënë stop shkeljes rregullave në atë parti dhe për t'i thënë stop gjithë atyre fenomeneve që e kanë dëmtuar rënd, edhe funksionimin, po edhe imazhin e Partisë Demokratike në sytë e votuesve. Dhe fakti që nuk ka zëra, po gjithë janë kthyer në njerëz të transformuar, të kujtojnë personazhin këtë si e ka Gregorin e Franz Kafkës, njerëz që kjo shoqëria moderne po i merr dhe po i shtyp, po i shpërfytyron, edhe vetëm njerëz me dinjitet këta nuk mund të jenë më. Se të rrish në atë parti kur shtyhet një rregull i dukshëm, i qartë dhe i pastër, ku kryetari i partisë duhet në momentin e humbjes jep dorëheqje të parevokueshme dhe këta nuk pyet asnjë, po dalin edhe ta thonë gjithë me krenari. Po se Rama vodhi votat. Po kjo është dy fish në të keqen e zotit Berisha, sepse ai premtoi që Rama nuk mi vjedh dot votat. Pra fakti që i ka ndodhur vjedhja e votave është një arsye më shumë për të dhënë dorëheqje, jo një arsye për mos dhënë dorëheqje. Dhe këtë lloj absurdesh dhe këtë lloj komunikimi absurd me opinionin publik, patjetër në këtë lloj absurdit që Partia Demokratike do shkojë në të kurrin e vazhdueshme të saj. Po me sa duket, ky është një plan ose ky është një mision i zotit Berisha. Ai shpesh e thotë që unë kam mision. Misioni me sa duket është për ta shkatërruar këtë parti, në kuptimin për ta kthyer një parti me një elektorat 25%. Edhe për ta menaxhuar, për ta ai thotë jam misionar.
Dhe dikush që thot jam misionar merret me Zotin, nuk merret me realitetin. Ai thot unë jam misionar. Jo, dhe do të thotë që arsyeja dhe logjika jonë në këtë kontekst nuk hyn punë përballë misionit të tij. Dhe misioni i tij është të ruajë pa diskutim. Nuk jam ai nuk është mendur deri aty sa thotë jam misionar i Zotit, po jam misionar, nuk kam mision. Ta jap dhe të prerë një intervistë, po nuk besove ti. Megjithatë, Alesia, këtë që me të drejtë thot Ibseni që kryetari duhet të largohet të paktën për të respektuar Nenin Basha. Tani Emilian, për qëndë vërtet, unë doja të ndalohesha pak në një pjesë rëndësishme sot konferencës dhe të Këshillit Kombëtar, që ishte edhe mesazhi i qartë i njërit prej pikërisht këtë doja të pyesja, ka qenë një dhuratë e hidhur kjo në fakt. Duhet ketë një rinovim. Ndërkombëtarët duan pa diskutim, sidomos EPP-ja ta shpëtojnë Partinë Demokratike nga kthetrat e familjes Berisha dhe sot e dhanë qartazi me zë dhe me figurë këtë mesazh. Po ka qenë Peter Beyer, përfaqësuesi i CDU-s. Ta kuptonte është fiksi mesazhi që ka dhënë një urikim para disa vitesh tek Selia PD-s që tha kush do të haj bardh, vazhdoj të haj bardh. Dhe mesazhi sotëm ishte i qartë nga EPP-ja që ne duam ta shpëtojmë PD-n nga kthetrat e familjes Berisha dhe kushdo që sot është aty dhe bën rolin e sklavërit, po bën një mision të gabuar ndaj historisë, ndaj Shqipërisë dhe ndaj vetë demokratëve, sepse është duke e çuar Partinë Demokratike në humbjen e radhës. Neve tani jemi duke pritur katastrofën e radhës që do vinë zgjedhjet lokale, vetëm nëse i bën Rama në një dhuratë që t'ia lëjë në një bashki Berishës me koncesion, që t'ia dhurojë dhe t'ia fali, që për t'i thënë ndërkombëtarëve që ka dhe ky opozit. Po në rast tjetër unë nuk e shoh Sali Berishën fitues në asnjë bashki të vendit. Dhe zakonisht jo për të mburrur veten, për parashikimet më kanë dalë. Se dherën e fundit që isha Emilian tek ju në studio për lokalet, besoj se parashikimit i rash në të. Ibsen, mesazhi që sot dha Peter Beyer, pikërisht në kuvendin e Berishës, për ta rikujtuar dhe njerë publikut, Peter Beyer është përfaqësuesi i CDU-s, një nga partitë kryesore si motra në fakt të Partisë Demokratike. Nuk e di, a i kërkoi që Partia Demokratike, kjo forcë politike, duhet të ndryshoj pa tjetër leadershipin dhe kryetarin e saj. Mendoni se ky mesazh i tij, kaq i drejt për drejt, dhe mbi të gjitha në kuvendin e Partisë Demokratike, ka rënë në vesh të shurdhët? Po besoj se ka një vlerë mesazhi, domthon ka vlerë për opinionin publik që t'i sqarojë opinionit publik dhe një pjesë njerëzve që kjo çështja e rinovimit, dhe jo kjo çështja e rinovimit, po kjo çështja e ndryshimit në vazhdimsi për mirë të një force politike është gjë e rëndësishme. Ashtu siç janë gjithë ciklet jetësore. Dhe në momentin që këta shohin se si këta mund t'i kenë rrugë nga 7-8 herë kryetarët e partive dhe këta akoma kanë një kryetar partie që të vitin 91, patjetër që atyre ju duket një absurd dhe do ta shprehin. Po nuk besoj që ndryshon gjë në Partinë Demokratike. Kjo për shkak sepse njerëzit që janë aty përreth janë të bindur të përballën edhe me amerikan, edhe me nëngratën, edhe me anglest, edhe me europian. Janë bindur janë si në rastin e dikush, më shoku e ver që ju hapte luftë gjithë botës. Dhe këto nuk e kuptojnë çmendurin që po bëjnë. Në momentin që këto nuk kuptojnë edhe njerëzit përreth, për shkak disa interesa ose për transformimin e tyre, duke u shkel dinjitetin, duke depersonalizuar, janë depersonalizuar gjithë njerëzit përreth Berishës. Si ato që ishin bashkista, si ato që nuk ishin bashkista. Janë njerëz që janë transformuar, nuk janë njerëz normal më, që të gjykojnë me një logjikë normale. Dhe ajo ju duket rruga e duhur. Një pjesë e mirë aty edhe heshtin edhe e kuptojnë po heshtin, sepse nuk kanë kuraje. Pra, gjitha i ekipi Partisë Demokratike, ku unë thoja në vitin 2022, që duhet shkrirë kjo kupol drejtuese, e pa denjë, dhe as pak demokratike, gjithë fillonin e merrnin si me humor, thonin si do shkrihet gjithë kupola drejtuese, po s'vlen fare, mos janë njerëz pa identitet, duhet shkrirë. Dhe veprimin e parë që do t'i kërkoja unë, kuptohet që unë e dija që ishte pa mundur të fitoj në një mjedis ku zoti Berisha ishte në kulmin e ekstazës vetë në atë kohë. Por, e vetmja rrugë doja të tregoja që e vetmja rrugë është që këtu duhet zhbër nga zeroja
e gjitha ajo mënyrë organizimi, e gjitha ajo frym që sot e dominon, që është frym jo demokratike që e dominon Partinë Demokratike. Është edhe më keq, edhe këta europian, për shembull, ose këto formacionet grupimeve politike të rëndësishme siç është PPE-ja, nuk janë se janë fort të interes ndodhë në Shqipëri, sepse po të marrësh Albana Vokshin, një personazh tashmë i njohur, si shpesher kur i them ti Janis e Qesh, kur i them Damiana ky është Damiana e Berishës, se Edi Rama ka Damianin e vet, është për shkak të manipulimit dhe deformimit të rezultateve zgjedhore, dhe ajo të jetë zëvendës presidente e forumit gruas a ku digja, dhe kjo është edhe kjo që sharake. Pra nuk kanë edhe këta europian nuk është se kanë më filtra. Dhe vetëm me këtë fakt ato mund të flasin gjithë ditën, por kur veprojnë në një mënyrë të tillë, veprat flasin shumë më shumë se faktet, ose fakti që Beleri, një person i dënuar nga institucione që ato veti kanë mbështetur, dënuar për vjet e votës, sot është antar i Parlamentit Evropian. Ky është një fakt që flet më shumë se 10 fjalë tek këtij gjermanit që ka folur aty. Si mund të jetë një person i dënuar dhe si mund të jetë filtra një person po si mund të jetë i dënuar edhe antar i Parlamentit Evropian? Kjo janë gjëra turpshme. Çfarë leksionesh vinë e japin këta? Ku këta veprojnë në mënyrë të tillë, kur personazhe të tillë që sharak arrin bëjnë pjesë të strukturave të rëndësishme vendimmarrëse të Europës, siç është Parlamenti Evropian ose në grupimin e Partive Popullore Europiane, Albana Vokshi të jetë zëvendës presidente, nuk mund të flasin më këta tash na japin nda flasin për moral politik. Sepse këtyne ju kanë humbur filtrat për veten e tyre. Dhe gjëja e parë që mund ta pyesë, po mirë mos i arrin të ndodh ky fenomen në Partitë Popullore Europiane, kur ti vjen edhe jep leksione për demokraci këtu. I pari nuk e respekton ti. Si mund të thush ti s'kam filtra, unë e marrë zgjidh zëvendës presidente, një hajdut të rëndom të votash. Kjo është e turpshme. Në këtë aspekt Në këtë aspekt ju keni të drejtë në fakt, Ibsen. Por, Alesia, vetëm një ditë më parë... Besoj që këto janë faktet pa kundërshtueshme, se unë nuk po sajoj gjëra. Po, patjetër. Janë faktet të njohura për publikun edhe janë fakte që kanë ndodhur. Por, Alesia, vetëm një ditë më parë, nga Tirana, Saljani zhvilloi një protest ku e sulmoi jashtë për Berishën, duke e konsideruar një ajdut plak, dhe klikën drejtuese të Partisë Demokratike një kotet spulash, ndërkohë që Saljani ka kërkuar rinovim dhe jo ripërtëritje, çka me fjalën rinovim kërkon largimin e Berishës nga drejtimi i Partisë Demokratike. Por kush e dëgjon Saljanin, Alesia, në Partinë Demokratike dhe a ka fuqi Saljani që të marrë kontrollin e Partisë Demokratike ashtu siç ai vetë ka thënë? Tani do ndalem 2 pika. E para është që ripërtëritje ka marrë nga rilindja e Ramës, se ka me pasion Partinë Komuniste, shoku Sali. Në pikë të dytë, zoti Saljani janë bashkuar gjithë demokratët, dhe unë kam qenë prezente te takimi që ka zhvilluar, dhe pa diskutim janë të gjithë ato individ që duan që kjo parti të jetë më e hapur, më e fortë, të jetë fituese, të jetë e bashkuar dhe të jetë pro interesave demokratëve thjesht dhe jo interesave të socialistëve, sepse sot garantuesi kryesor i pushtetit Ramës ka vetëm një emër dhe quhet Sali Berisha. Dhe çdo lëvizje që bëhet nga zoti Saljani dhe të ngjashëm si zoti Saljani dhe unë që sfidojmë Sali Berishën është e mirëpritur nga demokratët e thjeshtë dhe jo nga individ që përfitojnë ofishe nga Sali Berisha, që marrin rrogën nga Berisha, cilët paguhen nga Berisha dhe cilët pa diskutim nuk kanë vota nga populli, por janë përfaqësues Sali Berishës, jo të popullit shqiptar. Ne po luftojmë për votën e lirë, po luftojmë për demokracinë, po luftojmë për garën, për meritokracinë. Dhe pa diskutim të ky debat i hapur janë ftuar gjithë ato njerëz që besojnë tek ideali dhe nuk besojnë tek autokrati Berisha, i cili ka marrë peng Partinë Demokratike për të mbrojtur interesat e familjes vet dhe për të mbrojtur pa diskutim veten e tij, qof nga drejtësia, qof nga raporti që ai sot e ka të prishur me ndërkombëtarët. Ne bëjmë këtë shërbim jo vetëm ndaj demokratëve, por
për demokracinë dhe e bëjmë për gjithë shqiptarët. Kështu që në këtë kontekst pa diskutim që betejë do të vazhdojë deri në fitore dhe deri në marrjen e Partisë Demokratike. Uzurpuesi i PD sot ka një emër dhe quhet vetëm Sali Berisha. Shkatruesi i Partisë Demokratike është vetëm Sali Berisha, i cili premton fitore dhe e vetmja gjë që jep është vetëm humbje pafund për demokratët, që ka tashmë 13 vite dhe nuk mban përgjegjësi. Ndërkohë Ibsen, si e shikoni ju lëvizjen e Saljanit? Mendoni se kjo lëvizje do ketë sukses apo do ja arrijë qëllimit e saj për aq kohë sa në krye të Partisë Demokratike është Sali Berisha? Emiliano Shis pari, Saljani ka bërë një gabim edhe parimor edhe taktik. Në çfarë aspekti? Në momentin që është përjashtuar nga gara dhe në momentin që nuk është drejtu gjykatës për të fituar një drejtëtinë, sepse s'ka se kujt i drejtohet tjetër, se gjykata mbrenda partisë aty nuk funksionon, është fallc. Kështu që ti je detyruar të zaurosh edhe gjykatën mbrenda partisë, por je detyruar të zaurosh çështjen kur shkeljet janë kaq të rënda dhe thyrët janë të tilla statutorë, pra të punë depozitohen statutet e partive e subjekteve politike depozitohen gjykata, që kur të ketë një konflikt ose shkelje nga dikush, ato i referohen gjykatës dhe gjykata jep drejtën dikujt. Pra duhet ta kishte bërë edhe përjashtimin e tij, po duhet kishte bërë një kërkesë edhe për mos kandidimin e zotit Berisha, sepse nuk e lejon statuti i Partisë Demokratike dhe do ta kishte vënë punën binar. Ndërsa në këtë formë unë mendoj që është pothuajse ngjarje e pamundur, ai mund të shkëpus një pjesë njerëzve, po nuk është Sali Berisha Lulzim Basha. Dhe Lulzim Basha me Sali Berishën në atë procesin e rithemelimit që filloi në 2021 zoti Berisha, e la terrenin e lirë komplet. Ishte si një çështje marrëveshje që Berisha ta merrte jo nëpërmjet vullnetit Bashës, por gjëja nëpërmjet vullnetit antarësisë merrte trajtimin e kësaj partie, ndërsa kjo mundësi nuk i jepet dot Saljanit për shkak sepse ai e ka përjashtuar nga antarësia e Partisë Demokratike dhe zoti Saljani mund shkojë në takime, mund krijojë një frym me një pjesë demokratëve, por përfundimisht do përfundojë në një subjekt tri politik, se s'ka se si e materializon. Sepse ka dy rrugë në momentin, sepse duhet ta njohim problemin mirë. Sali Berisha është në kushtet e Bashës, dikur që e ka okupuar sistemin drejtues dhe institucionet e Partisë Demokratike dhe nuk lejon demokracie. Vetmja formë është aktiviteti që po bën Saljani, por duke garantuar një tretën e votave për të thirrë një kuvend kombëtar, për të realizuar një proces demokratik që buron nga poshtë, dhe kjo në rastin kur kryetari i kësaj partie zoti Berisha është ngjarje e pamundur, sepse ka një kontroll të plot me njerëzit që i ka emëruar, në një farë forme thuhet që njerëzit, edhe drejtuesit e degëve ose drejtuesit në Shqipëri janë të zgjedhur, por në thelbin e tyre janë njerëz të emëruar që janë përkrahas zotit Berisha dhe ka një kontroll të plot në çfarë kuptimi? Ka një kontroll plot mbi strukturën drejtuese se i ka njerëzit e vet. Dhe është shumë e vështirë të evidentosh se cilat janë lista e antarësisë, sa demokrat, sa antar janë larguar, sa antar kanë mbetur. Domethënë kjo është një temë që është shumë e vështirë ta sqarosh, sepse nuk ka një regjistër të saktë ndonjëherë Partia Demokratike dhe në këto procese janë përdorur lista 2021-shit, 2022-shit, 2023-shit, 2024, grupuar bashkë shpërndam, si duan këta. Pra, në këtë situatë kaotike nuk besoj që e ka të qartë zoti Saljani kur thotë që unë mund ta marr Partinë Demokratike, ky është misioni i pamundur, por që ta realizoj një frym për të krijuar një fraksion ose për të arritur, që prapë zoti Berisha nuk do e pranoj, po do ta detyroj deri në zgjedhjet e ardhshme, sepse po nuk u fut në zgjedhjet e ardhshme patjetër që i bie vrulli dhe nisma zotit Saljani, kështu që ai detyrohet të bashkangjitet një formacioni tjetër politik ose të krijojë një formacion politik dhe në këtë moment e kanë realizuar qëllimin e vet. Sepse nuk lën rrugë tjetër këta, s'ke çfarë bën. Qartë. Se nuk mund të luftosh me mullit e erës aty të thush që unë po luftoj për të marrë PD-n, po si? Se do ta marrësh ose nëpërmjet votës, që këta e kontrollojnë,
ose nëpërmjet rrugëve ligjore, po thoni. Ligjore që zoti Saliani nuk i ka ndjek, rrugë tjetër nuk ka. Qartë. Ripërtëritje, thot Berisha, por qytetarët e shohin apo e konceptojnë në një formë tjetër. Le të ndjekim paksa këtë foto me ndihmën edhe të regjisë dhe komentojmë së bashku. Pra shohim që rjeti, me sa duket nuk e ka falur Berishën, nga ripërtëritje e shohin si një ripërtypje. Fytyra e ripërtëritjes thot rjeti në këtë formë. Alesja, me sa duket edhe kësaj here, rjeti është tallur si me Berishën, por ashtu edhe me Partinë Demokratike. Nga ripërtëritje, qytetarët e konsiderojnë si një ripërtypje. Pse ndodh kështu? Po ndodh sepse Partia Demokratike ka të njëjtin kryetar mbas 36 vitesh dhe nuk arrin të kuptojë që me Sali Berishën nuk mund të fitohet. Nuk arrin që të kuptojë që Partia Demokratike nuk mund të fitojë pa suportin dhe pa një raport mirë me ndërkombëtarët dhe pa një raport pro drejtësisë. Sot Partia Demokratike për rrjedhojtë Sali Berishës dhe të familjes Berisha është kthyer në një padiskutim kundërshtare drejtësisë dhe kundërshtare raportit që Sali Berisha ka me ndërkombëtarët. Duke parë padiskutim ku ka arritur sot Sali Berisha dhe çfarë Sali Berisha po paraqet si ripërtëritje që është rizgjedhja e tij, pa diskutim që populli dhe qytetarët do tallen, sepse ripërtëritja nuk është të zgjidhet për njëjti kryetar, ripërtëritja nuk është që të shkelet statuti, ripërtëritja nuk është që Partia Demokratike të bëhet më e madhe, më e hapur. Ripërtëritja i shërben vetëm individit dhe Partia Demokratike duhet të dalë jashtë kësaj platforme që t'i shërbej vetëm një individit vetëm. Tani, Sali Berisha po sjellë si ide riformatimi që po hyn stresi në Këshill Kombëtar, ndërkohë kur ke intelektual me kontribute në Partinë Demokratike që janë jashtë. Kështu që në këtë kontekst kjo është vetëm një tallje që bëhet me demokratët, ndryshimet në statut unë pa diskutim i krahasoj me kohën e Lulit, por jo me nivelin e Lulbashës, pa diskutim që janë më poshtë, dhe sa vjen do të kurret. Katastrofa më e madhe do vinë zgjedhjet lokale, ku si pasojë e leadershipit saj të Sali Berishës, Partia Demokratike do humbin çdo bashki që do garojë dhe këtë e them me keqardhjen më të madhe. Ibsen, apo ripërtërihet, apo po ripërtypen figurat e vjetra për tu ricikluar në Partinë Demokratike. Nuk e di si e shikoni ju. Ta thash pra, të këto personazhet. Shit, jo se është du ta korrigjoj Alesin atë, po nuk është vetëm fajt zotit Berisha aty. Jo, të ke shumë të drejtë pse. Ktu është lapsimi pak, është fajti i gjithë atyre që sot heshtin dhe ndjes që po të është gjithë atyre që heshtin sepse ke shumë të drejtë pasi çdo person që ta sqaroj dhe këtë dhe do të lejoj ta vazhdosh, çdo person i cili sot hesht është bashkëfajtor bashkë me zotin Berisha, pasi nuk gjen guximin të flasit vërtetën dhe thoj atë çka sot Partia Demokratike ka nevojë të vërtetën, ta kuroj, ta shëroj dhe të mund të jetë alternativë nesër fituese. Tani mund vazhdosh që t'isha dhe më sakt në argumentin tim. Ajo në ana figurative përmena pak më parë, unë kur thash që këto janë njerëz të deformuar dhe janë njerëz që kanë pësuar një metamorfozë. Dhe kur pëson një metamorfozë njeriu, kuptohet që procesi i deformimit është aq i madh sa ta thash një herë që sa po tallen edhe qytetarët, ja shiko me ça foto e krahasojnë. Po do tallen dhe këta kujtojnë se i mashtuan dhe këtë radhë me fushatën e tyre, duke denigru. Partitë e vogla janë shërptorët e Edi Ramës, kush voton për partitë e vogla është shërptor. Ndërsa ky është shërptori më i madh i Edi Ramës, i deklaruar me kodin zero. Ai është garantuesi kryesor i pushtetit Ramës, pse që t'jesh i qartë. Dhe unë kam kodë Emiliano, në përballjen time që kam pas 2011, nuk kam argumentu se si është e pamundur që gjithë kupola drejtuese dhe gjithë njerëzit që e rrethojnë Berishën, duke qenë të lidhur nëpërmjet oligarkisë
në thojza se s'është tamam oligarki, duke qenë të lidhur me oligarkinë, ato në një kohë janë, kjo është forma e bashkëpunimit me Edi Ramën, se forma e bashkëpunimit me Edi Ramën, këta nuk mund dalin haptas me njëri tjetrin, po që në momentin që ndërlidhen interesat e tyre ekonomike, gjë e cila është underground, ndër të volinës, që njerëzit nuk e shohin, por të janë të lidhur aq shumë me interesa ekonomike të paligjshme, sa detyrohen e mbajnë fort njëri tjetrin, sepse janë, dhe kur janë buzë greminës, patjetër që do e mbajnë. Nuk e mbajnë nga dashuria, se më pyeste një nga këto komentuesit thotë ta bëj një pyetje, si mund ta dojë Edi Rama Sali Berishën dhe Sali Berisha Edi Ramën. Nuk kam thënë që e duan njëri tjetrin, nuk thënë se ta janë marrëdhënie dashurore, kam thënë që këta janë bërë bashkë për shkak të hallit që i ka zënë. Dhe për çën janë bashkë, i ka falë, thash edhe një Emiliano, kodin zgjedhor. Edhe njerëzit e Partisë Socialiste kanë thënë që jemi surprizuar për kodin zgjedhor që na propozoi Partia Demokratike. Në atë kohë nëpërmjet Oret Bylykbashit. Dhe sot vazhdon Damiani me Oret Bylykbashin, ja ka nis që me marrëveshjen skandaloze, një marrëveshje idioteske e 5 qershorit, që po ta lexosh është turpësh marrëveshjes është ajo. Sepse s'ka asgjë parimore brenda. Domethënë, që nga ajo kohë me garancinë e ambasadës amerikane, e deri që u bë ajo marrëveshje, e deri sot, këta janë të dy gjithmonë pjesë e bërjes së asgjës, një gjë që duhet ta ribëjnë nga e para. Domethënë, nuk di se si t'ja u vesh edhe emrin këtyre gjërave që ndodhen. Thash edhe një herë, janë absurde. Jemi në fund, Ibsen, unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje, Alesja Balliu, kënaqësi që ishe drejt për drejt në ABC News. Faleminderit. Faleminderit, Emiliana. Dhe është pikërisht abcnews.al, adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.